Koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur. Oda ekonomike e Kosovës, që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Shtyrjen e vendimit po e kërkojmë me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa o shtyr nga viti në vet ky proces. Ajo çfarë oda ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin, por veç se e bart kostën e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. Në ndojnë pak ditë nga hyrja në fuqi e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për daljen në treg të hapur të energjisë elektrike të rreth 1200 ndërmarrjeve në Kosovë. Këto përbëjnë rreth 1% të ndërmarrjeve në vendin tonë, ato më të mëdhat dhe më të fuqishmet. Në mes në tyre përfshihen edhe rreth 300 ndërmarrje që janë prodhuese, e të cilat si shpenzues të mëdhej preken më shumë nga zbatimi i kësaj reforme. Ne i mirë kuptojmë brengat e tyre në lidhje me sfidat e kësaj faze të tranzicionit, por është rëndësishme të theksojmë se ky proces nuk është i befasishëm. Ligji për energji elektrike është miratuar që në vitin 2016. Faza e parë e liberalizimit ka filluar në vitin 2017 me daljen e 3 ndërmarrjeve të mëdha në treg, ndërkaq faza e dytë është shtyrë disa herë në 8 vitet e fundit. Kësaj edhe pse sfida ekziston, bizneset tona kanë krijuar avantazh konkurrues, e kanë pasur më shumë kohë se të tjerët për të përgatitur për ndikimin e daljes në treg. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur për eficiencën dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë bizneset që modernizohen dhe investojnë në eficiencë të energjisë në të mirë të tyre, të shtetit e të qytetarëve. Qeverinë e Republikës Kosovës, mua si kryeministër, na kanë partner, ne jemi të gatshëm dhe shumë të interesuar për dialog për zgjidhje. Për prodhuesit e Kosovës, edhe një herë po e përsëris, ne do të jemi bashkë me ju në çdo hap e në çdo betejë në këtë proces, në mënyra që janë të shëndetshme për ju e në përputhje me interesin publik.